I cili që nga mëngjesi është në kuvendin e Kosovës e ka përcjell nga afër të gjitha zhvillimet atje. Liridon, cilat janë të reja, nëse mund të themi se ka të reja nga kjo seancë? Të reja nga seanca e 18 për konstituimin e kuvendit nuk është asnjë risi. Seanca 18 nisi fiks 18 minuta me vonesë, nga ora 30 tash janë bart seancat që zakonisht nisin nga ora 10 në mëngjes. Gjithçka që ka ndodhur sot është ripërsëritje e seancave të kaluara, rrjedhimisht po ja filloi prej zhvillimeve të fundit, pastaj po dal tek seanca e cila dështoi të sjell kryetar të ri të kuvendit pas dështimit të seancës para, nëse nuk kem gabim, 10-20 minutave i fundit që doli nga objekti i kuvendit të Kosovës ishte kryeministri në detyrë, deputeti dhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Të njëjtin në mediat e përcjellën nga hyrja ose nga dalja e kuvendit të Kosovës deri tek objekti i qeverisë, në mënyrë që të marrin një qendrim të tij se cila do të jetë zgjidhja që lëvizja vetëvendosje do ta synojë përpas këtë që po ndjek tani pra Albolina Axhiun për kryetarët e kuvendit, i njëjti si zakonisht i u shmang pyetjeve dhe nuk e tha asnjë fjalë. Seanca dështoi, vetëm 52 vota lëvizja vetëvendosje arriti të sigurojë për atë komisionin i cili po dështon të votohet, por që qëllimi i këtij komisioni dhe qëllimi i lëvizjes vetëvendosje është që të krijohet një komision i cili do të mund të hapë rrugë votimit të fshehtë. Se përket fjalimeve nuk është se kishte ndonjë risi në mënyrë që të mos ripërsëritem nga paraqitjet e kaluara nga 17 seancat, pra sot ishte dështimi 18. Në emër të Partisë Demokratike foli si zakonisht ai që flet është kryetari Memli Krasniqi, i njëjti tregoi se prap nga lëvizja vetëvendosje janë ftuar ose u është propozuar që të e përkrojnë gjitha partitë politike propozimin e tyre që seancat të mos bëhen çdo 40 tetor, por të bëhen të paktën një herë në javë. Të gjitha partitë kanë refuzuar këtë propozim të lëvizjes vetëvendosje me arsyetimin se rregulloria e kuvendit të Kosovës thotë se çdo ndërprerje e seancës konstitutive ose seancës plenare në këtë rast konstitutive nuk mund të thirret më vonë se sa 40 tetor. Qëndrimi i PDK-s është i njëjtë kërkon nga lëvizja vetëvendosje që ta ndërroj kandidatin dhe ta sjellë një emër i cili do të mund të siguronte 61 vota. Pas Krasniqit ishte deputetja time Kadria, e cila tha se përpos qëndrimit të njëjtë nuk ka se çka flet dhe doli me një tek pyetjet e gazetarëve. E njëjta konfirmoi se ALK ka refuzuar propozimin që të mbledhen një herë në javë. Pastaj në emër të Partisë Demokratike të Kosovës ka folur deputeti, në fakt në emër të lëvizjes vetëvendosje ka folur deputeti Dimal Basha dhe zotëri Basha e ripërsëriti qëndrimin tashmë të njohur të lëvizjes vetëvendosje, pra ata insistojnë në emrin e Albolina Axhiut për kryetarët të kuvendit, e akuzojnë ish bllokun opozitor për bllokim të kuvendit dhe kërkojnë nga ata që të mos e bllokojnë kuvendin e Kosovës për ta votojnë Albolina Axhiun për kryetarët të kuvendit. Ndërkaq nga Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetari Lumir Abdixhiku ka folur në dalje të objektit të kuvendit të Kosovës, i njëjti ka thënë se është e pakuptueshme se si lëvizja vetëvendosje nuk po arrin të sigurojë më shumë se 48, më shumë se në këtë rast 52 deputet, dhe nga nisma ka qenë Limaj, i cili po zgjedh zakonisht flas para se të hyjë në kuvend pas seancës, nuk është se po flet, por qëndrimi i tij mbetet i njëjtë. Sipas tij zgjidhja mund të arrihet vetëm përmes dialogut. Në fakt dialog kishte të premten, në zyrën e presidentes ishin të gjithë përfaqësuesit e partive politike, por të gjithë ishin dëshmitar se përfaqësuesit dolën me qëndrimet e njëjta. Edhe presidentja në konferencën për media tha se i ka dëgjuar gjitha qëndrimet e tyre, ka thënë se kishte një lloj optimizmi ose vullneti minimal që të dilet nga kjo krizë dhe ofroi edhe vullnetin e saj që në rast se të gjitha partitë politike nuk mund të gjejnë zgjidhje edhe disa ditë ose brenda javësh, e njëjta do të mund t'i drejtojë gjykatës kushtetuese. Në fakt Alianca për Armiqërinë e Kosovës i është drejtuar tashmë gjykatës kushtetuese me 11 nënshkrime, ka marrë nënshkrime edhe nga deputetët e PDK-s dhe LDK-s dhe ka kërkuar interpretim për tentim ndryshimin e rregullorës së kuvendit të Kosovës që po bëhen nga lëvizja vetëvendosje dhe kryesuesi i seancës Avni Dehari. Pra AK-ja ka sfiduar ndryshimin e votimit të kryetarit të kuvendit nga votimi i hapur që ishte më herët tek votimi i fshehtë. Pra risi nuk ka në kuvendin e Kosovës. Seanca tjetër mblidhet pas 40 tetorëve nga ora 10:30 në mëngjes. Qëndrimet mbeten të njëjta, seanca 19. Në rast se nuk ndryshon diçka, besoj që do na sjell rezultatin e njëjtë.
Liridon, faleminderit shumë për këtë